Zodiaku i pasurisë, kush e ka paran magnet, shenjat e horoskopit që shpesh lidhen me aftësinë për të tërhequr para. Intuit financiare dhe frymë sipërmarrëse janë këto. Demi, i lidhur me bollëkun, luksin dhe qëndrueshmërinë, i aftë të kursej dhe të ndërtoj pasuri me durim. Ka sens praktik për investime dhe jeton për komoditet. Briciapi, ambicios, strategjik dhe shumë punëtor. Nuk dorëzohet lek dhe ndjek plana fatgjata për sukses financiar. Është nga ata që ngrihet nga asgjëja dhe ndërton pasuri të qëndrueshme. Akrepi ka intuit të fortë për biznes dhe mund të menaxhojë mirë rreziqet, shpesh tërheq para përmes instiktit dhe vendimeve të guximshme. Ka një lidhje magnetike me transformimin, përfshirë edhe atë financiar. Luani rrezaton besim që tërheq mundësi dhe investitor. Ka shije për luksin dhe di si ta bëj paran të punoj për të. Dallon në fusha që lidhen me famë, art apo drejtim. Virgjëresha, menaxher i shkëlqyer i financave, analitik dhe i kujdesshëm në çdo detaj. E sheh pasurinë si rezultat i organizimit dhe përkushtimit.